Të dashur bashkëdhetar në diasporë të regjistruar si votues nga jashtë për zgjedhjet e 11 majit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar prej të hënës dërgimin drejt jush të fletëve të votimit. Në orët dhe në ditën vijim, shërbimi postar DHL do ju njoftoj me një SMS ose email, të cilin ju e keni deklaruar gjatë regjistrimit si votues nga jashtë, për t'ju informuar se dërgesa nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mbritur, pra zarfi me fletën e votimit ka mbritur në shtetin tuaj. Gjithashtu, ju ka caktuar një datë të dorëzimit në adresën tuaj, të cilën, siç mbani mend, e keni deklaruar në perë. Ju mund ta ndryshoni dhe të caktoni vetë një datë apo orë dorëzimi, sipas agjendës dhe mundësisë tuaj në linkun që DHL ju ka dërguar me SMS ose me email. Klikoni linkun dhe ndiqni instruksionet. Ose ju mund caktoni të shkoni ta tërhiqni në zyrën më të afërt apo në një zyrë që e caktoni ju të shërbimit postar DHL. Në rast se ju nuk e keni parë mesazhin SMS apo email, postiri do të tentoj edhe 2 herë të tjera të lidhet me ju për dorëzimin e zarfit. Pra do ju dërgoj edhe 2 herë SMS-n ose emailin. Në rast se prej jush nuk ka si përgjigje, atëherë zarfi do të qëndrojë në zyrën postare ku ju mund të tërhiqni deri më 1 maj 2025. Pas kësaj date, zarfi do të kthehet në Komisionin Qendror Zgjedhje duke pamundsuar votimin tuaj. Prandaj, të dashur bashkëdhetar që jeni regjistruar si votues nga jashtë, ju lutem verifikoni mesazhet tuaja SMS ose ato email dhe lidhuni menjëherë me shërbimin postar, siç edhe ju shpjegova më lart. Dorëzimi i zarfit do të bëhet individualisht për çdo zgjedhës. Brenda zarfit të ardhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ju do të gjeni zarfin e postës për kthimin e fletës votimit, një udhëzues se si të votoni, një listë me numrat e telefonit të DHL në shtete ndryshme, edhe zarfin B. Lexoni me kujdes udhëzuesin për procedurën e votimit. Merrni zarfin B dhe nxirrni prej tij zarfin A. Hapni me kujdes zarfin A dhe nxirrni fletën e votimit. Vendosni shenjën X ose plus në kuadratin tek numri 5, Partia Socialiste e Shqipërisë Edi Rama. Pasi keni plotësuar fletën e votimit, ripaloseni atë, futeni në zarfin A dhe ngjiteni mbylljen e zarfit. Zarfi A nuk duhet përmbaj asgjë tjetër përveç fletës votimit dhe mos bëni asnjë shënim mbi të. Merrni zarfin A, futeni brenda zarfit B, mbyllni zarfin B dhe ngjiteni atë. Brenda zarfit B duhet fusni vetëm zarfin A dhe mos bëni asnjë shënim mbi të. Futeni zarfin B brenda zarfit të operatorit postar DHL dhe mbylleni këtë zarf. Ju lutem, duhet që të dorëzoni zarfin e kthimit të postiri brenda 3 ditëve nga marrja e dokumentacionit zgjedhor, me qëllim që ai të vrijë në Shqipëri jo më vonë se ora 19 e datës 11 maj 2025. Posta është e paguar nga KQZ. Motra dhe vëllezër, vota juaj në këto zgjedhje është historike për ta bërë Shqipërinë tonë anëtare të Bashkimit Evropian. Votoni numrin 5 në fletën e votimit Edi Rama, Partia Socialiste e Shqipërisë, me dashuri për Shqipërinë dhe vendosmëri për të vendosur flamurin kuqezi mund mes të oborrit të Bashkimit Evropian. Ju përshëndes nga Tirana të gjithëve.